Big Brother VIP Kosova 4 gati për kaos. Olta dhe Leonora marrin karriget e opinionit, publiku del në alarm. Sezoni i 4 i Big Brother VIP Kosova nis pas vetëm 2 ditësh, më 17 nëntor, dhe ndërsa lista e banorëve mbetet ende sekret, tashmë janë bërë të ditur emrat e 2 opinionisteve që do të komentojnë lojën dhe dinamikat e shtëpisë. Prezantimi i këtij edicioni do t'i besohet sërish dyshës të njohur për publikun, Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi. Por risja më e madhe është në panelin e opinionistëve. Për herë të parë tradita e një dyshe mashkull-femër është thyer, duke i lënë vendin 2 figurave femërore. Gazetari Olti Curi ka zbuluar se 2 opinionistet e Big Brother VIP Kosova 4 do të jenë Olta Gigjari, ish banorja shumë komentuar e Big Brother VIP Albania, dhe Leonora Jakupi, këngëtarja e njohur e skenës kosovare. Ky lajm ka ndezur menjëherë rrjetin, pasi 2 emra kaq të njohur premtojnë të trazojnë ujërat në spektakël. Tashmë mbetet vetëm nisja e emisionit për të zbuluar se si do të zhvillohet dinamika e re në studio dhe lista e banorëve që do të hyjnë në shtëpinë më të famshme.